Nderuar teleshikues, ju përshëndes. Jemi drejt për drejt nga studio e lajmeve Radio Televizionit Ora News. Do t'jemi bashkë për këtë hapësirë informative qendrore të orës 20. Ndërkohë në vijim të edicionit ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria tjetër surprizë pensionistëve dhe shtresave në nevojë me rastin e festave të fundvitit. Falet kamatvonesat e energjisë për 66.000 familjarë. LSI sfit PS-s dhe PD-s që të realizojnë me konsensus reformën zgjedhore. Luan Rama e cilëson test për politikën, por balla i PS-s replikon duke i thënë Ramës të mos bëj arbitri kur është pjesë e skuadrës. Tërhiqet Ministria e Financave pranon të shtyjë hyrje në fuqi të ligjit për lojrat e fatit. E kthejmë në komisione, nesër shqyrtohet kërkesa e 6 deputetëve. Zgjedhjet në Maqedoni nuk kishin parregullsi. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni rrezon kërkesat e LSDM-s dhe Lëvizjes B-sa. Antari i BDI-s abstenoi. Kuksi triumfoi në supersfidën e javës së 17 në kategori superiore duke mposhtur me rezultatin 2-0 Skënderbeun. Ai që vendosi këtë përballje ishte kroati Pero Pejic. Të nderuar teleshikues, do të vjojmë tani më gjërësisht në zhvillimet kryesore, jo vetëm shpërblimin e fundvitit, por paketa e solidaritetit përmban edhe faljen e kamatvonesave të energjisë për mbi 66.000 pensionistë. Ai që ka bërë të ditur këtë vendim ka qenë vetë kryeministri Edi Rama gjatë komunikimit të përjavshëm. Sipas tij, paketa e solidaritetit është më e madhja që ka patur Shqipëria në 25 vite. Nuk kanë të ndalur surprizat e qeverisë për pensionistët dhe familjet në nevojë. Në komunikimin e përjavshëm, kryeministri i vendit ka njoftuar se pas shpërblimit prej 6.000 lekësh për pensionistët, tashmë do të falen edhe kamatvonesat e OSHE-s. Nga kjo përfitojnë 66.539 pensionistë, familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe familje në nevojë. Për 66.539 konsumatorët pensionistë, ata në ndihmë ekonomike dhe ata me status tjetër vështirësie do të zerohen të gjitha kamatvonesat. Unë drejti pageset të vetme, simbolike, vetëm 20 lekë. Me këtë zerim që pason atë të qershorit 2016 për konsumatorët më korrekt në respektimin e marrëveshjeve, vlera që për këtë vit shteti heq dorë nga borxhet e këqija të qytetarëve në sektorin e energjisë bëhet $95 milion. Në fillim të javës, kryeministri Edi Rama njoftoi masën e shpërblimit përmes paketës së solidaritetit, ku pensionistët do të përfitojnë 6.000 lekë të rinj, ndërsa familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike 2.000 lekë të rinj. Po ashtu do të dëm shpërblehen edhe fermerët që u dëmtuan nga sëmundja e dermatozës nodulare. Dy partita e mëdha në koalicionin PD dhe LSI shkëmbyen replika në distancë për shkak të ngjecjes së reformës zgjedhore. Ishte nënkryetari i LSI-s Luan Rama i cili kërkoi fillimisht angazhimin real të dy partive të mëdha PD dhe PS duke e konsideruar reformën një test për politikën dhe integrimin. Në një replikë të publikuar në rrjetin social Facebook, kreu i komisionit të reformës u përgjigj LSI-s duke thënë se po luan një rol të dyfisht, atë të lojtarit të së njëjtës skuadre, por edhe të arbitrit. Dy partita aleate në koalicionin qeverisës, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste kanë replikuar në distancë për reformën zgjedhore. Ishte kryetari i LSI-s Luan Rama i cili kërkoi i pari angazhimin real të dy partive të mëdha për realizimin e reformës, duke e cilësuar atë si një test për politikën dhe integrimin e vendit. Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë e gatshme, është e gatshme dhe do të jetë e gatshme të bashkëpunojë dhe të ofrojë kontributin e vetë për të bërë të mundur mbritjen e konsensusit nevojshëm që edhe reforma zgjedhore të realizohet me konsensusin e të gjitha palëve. Ky është testi i radhës për angazhimin real, për vullnetin real dhe për kontributin real të faktorëve politikë. Replika ndaj deklaratës së LSI-s erdhi nga deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla. Përmes një statusi në rrjetin social, duke ju drejtuar aleatit në koalicion, ai thotë se po luan rol të dyfisht dhe po ashtu i kujton se LSI dhe PS kanë dakordsuar qëndrimin e tyre mbi rekomandimet e OSBE Odirit. I themi Kutim Luan Rama që para largimit të tij duke fajsuar po njësoj edhe Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike për reformën zgjedhore është i padrejtë, për të mos thënë më shumë. Luan Rama duhet ta di se Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë bashkë në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe kanë qëndrime plotësisht të dakordsuara mbi rekomandimet e OSBE Odirit. Po ashtu Luan Rama me siguri e di që kemi një muaj që presim që PD-ja të bëhet pjesë konstruktive punës së komisionit për ta mbyllur reformën. Prandaj Luan Rama t'i bëj thirrje Partisë Demokratike, siç e bëjmë edhe ne po ashtu, sepse roli dyfisht i skuadrës dhe arbitrit nuk ka më asnjë kuptim. Shkruan Balla. Kjo është polemika e radhës mes dy aleatëve, ndërkohë më herët LSI ka mbajtur qendrim të kundërt me partnerin e tij për disa çështje, sikurse ishte koncesioni i laboratorëve, akciza e gazit dhe ligji i importit të mbetjeve.
Komisioni Ekonomisë diskuton të hënën ligjin e lojrave të fatit pas kërkesës së 6 deputetëve për shtyrjen e zbatimit të tij. Nisma e deputetëve ka marrë edhe miratimin e Ministrisë së Financave, ndërkohë ky institucion ka hapur edhe garën për kompaninë e cila do të monitorojë online bizneset e lojrave të fatit. Ligji i lojrave të fatit, i cili pritej të hynte në fuqi në 1 janar, është rikthyer për diskutim në komisionet parlamentare. Ditën e hënë është parashikuar mbledhja e komisionit përgjegjës për këtë ligj. Ai i ekonomisë, i cili do të diskutojë kërkesën e 6 deputetëve të mazhorancës për shtyrjen me 2 vjet të zbatimit të ligjit. Më herët burime për Euronews bën me dije se kërkesa e deputetëve priste vetëm shqyrtimin nga Ministria e Financave, e cila e ka miratuar atë. 6 deputetët Ervin Bushati, Ervin Koçi, Luan Duzha, Ylli Shehu, Tahir Muhedini dhe Blerina Gjulameti, e cila më pas u tërhoq nga kërkesa, parashtron argumentet për shtyrjen me 2 vjet të afatit të ushtrimit të aktivitetit, duke ndryshuar vitin e zbatimit të dispozitave kalimtare nga 31 dhjetori 2016 në 31 dhjetor 2018. Sipas tyre, bizneset që ushtrojnë aktivitetin në bazë të sportive kanë detyrimin e zbatimit të distancave, por kjo nuk është bërë mundur për shkak të kontratave të qiradhënies, që kanë afate më të gjata. Po ashtu mungojnë aktet nënligjore që rregullojnë këtë sektor dhe duhet të shoqëronin ligjin themelor, ndërkohë ka kontradita edhe mes pikave në nenin 71 që lën hapësirë për interpretime subjektive. Një tjetër argument është edhe ruajtja e të ardhrave në buxhetin e shtetit të llogarive, të cilat rezultojnë të jenë $125 milion në gjithë zinxhirin e industrisë. Ndërkohë, nëse ligji shtrin zbatimin e tij në afatin e përcaktuar, 1800 punonjës do të mbeten të papun. Në kalendarin e punimeve të Kuvendit të Shqipërisë është parashikuar që ky ligj të kalojë për votim në 22 dhjetor në seancën e fundit për këtë vit. Ndërkohë, një tjetër proces që po zhvillohet për lojrat e fatit është ai i Ministrisë Financave, i cili ka hapur garën për tenderimin e kompanisë, e cila do të monitorojë online bizneset e lojrave të fatit, i cili mbyllet në 12 janar të vitit 2017. Komisioni Zgjedhor Maqedonas ka refuzuar të pranojë ankimimet e bëra nga 2 partitë LSDM dhe Lëvizja Besa, të cilat kishin kërkuar që të shqyrtoheshin parregullësitë në 12 qendra votimi. Nëpërmjet një komunikate, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tha se kishte marrë në konsiderat vetëm një kërkesë të Partisë Shqiptare Lëvizja Besa, duke shtuar se pjesa tjetër e procesit ka qenë tepër e rregullt. Megjithatë, nuk mendojnë kështu zyrtarët e partisë së dytë më të madhe në vend, LSDM, të cilët këtë vendim të komisionit e konsideruan mos respektim të vullnetit të lirë të qytetarëve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka hedhur poshtë ankimimet e bëra nga partia e drejtuar nga Zoran Zaev, si dhe nga partia shqiptare Lëvizja Besa, të cilat kishin kërkuar proces rivotimi në plot 12 njësi votimi, me argumentin se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura më datë 11 dhjetor nuk janë vërejtur parregullsi. Në total, LSDM kishte depozituar ankimime për 5 njësi votimi, ndërkohë që nga ana tjetër Lëvizja Besa pati paraqitur kërkesa për 7 njësi votimi, e megjithatë KSZ-ja ka pranuar që të rishqyrtojë procesin vetëm në një zonë elektorale në Gostivar, duke marrë parasysh vetëm një nga ankimimet e bëra nga Lëvizja Besa. Menjëherë pas këtij vendimi ka reaguar partia e dytë më e madhe në vend, LSDM-ja, e cila ka deklaruar se institucioni më i lartë i zgjedhjeve në Maqedoni tregoi se nuk është në nivelin e duhur. Nëpërmjet një komunikate, zyrtarët e kësaj force politike thanë gjithashtu se Komisioni i Zgjedhjeve nuk po respekton vullnetin e lirë të qytetarëve të vendit. Depozitimi në KSZ i 12 kërkesave për rishqyrtimin e parregullsive ishte pritur me protesta nga partia VMRO-DPMNE, që kryesohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Mbështetësit e kësaj force politike protestuan për ditë me radhë, ndërkohë që vetë Gruevski në fjalën e mbajtur në tubim theksoi se VMRO nuk do të marrë pjesë në votime në rast se do të kishte përsëritje të procesit elektoral. Ai hodhi edhe akuzat të ashpra në drejtim të ambasadorëve të huaj në vend, kur tha se këta të fundit po mundohen që të ndikojnë në çështjet e brendshme të Maqedonisë, duke falsifikuar disa dokumenta me qëllim përsëritjen e zgjedhjeve. Aktualisht situata politike në vendin fqin vijon të mbetet e trazuar, pasi asnjë prej partive kryesore nuk mund ta formojë qeverinë e vetme. Për këtë arsye, liderët e partive shqiptare kanë mundësi që të shtojnë kërkesat e tyre në këmbim të një koalicioni qeverisës. Flasim tani për zgjedhjet vendore në komunën Drenas në Kosovë, teksa në orën 19 ka filluar mbyllja e vendvotimeve pas 12 orëve proces votimi. Gara për kryetarin e komunës së Drenas i të zhvilluar sot për herë të dytë në balotazhin në mes kandidatit të PDK-s Ramiz Ladrovci dhe atij të Nismës për Kosovën Isa Xhemajlaj. Procesi sipas raportimeve ka shkuar në rregull, por jo pa probleme. Ka patur raste kur është votuar më shumë se një herë, fotografim të votave dhe prezencë të personave të paautorizuar. Në qendrën më të madhe votuese
se shkolla fillore Rasim Kiqina, pjesëmarrja ka qenë 44%, më e madhe në krahasim me raundin e kaluar kur ishte 3%. Menaxheri i kësaj qendre ka thënë se nuk ka patur parregullsi në këtë qendër. Favoriti kryesor sipas ekspertëve vjen të mbetet Ramiz Ladrovci, por për të parë projekcione duhet të presim nisjen e numërimit. Rikthehemi tani në vend. Partia Demokratike akuzoi ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqia se ka ndërhyrë në tender duke ndryshuar kriteret dhe duke lejuar futjen e barnave të pacertifikuara. Zëdhënësia Ina Zhupa ju referua një udhëzimi të vitit 2014 dhe paralajmëroi se ditën e ëndë do të dorëzojë kallëzimin penal në prokurori për këtë çështje. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia ka ndërhyrë në tender duke ndryshuar kriteret dhe duke lejuar futjen e barnave të pacertifikuara në vend. Kjo akuzë erdhi nga zëdhënësia e Partisë Demokratike Ina Zhupa, e cila ju referua një udhëzimi të vitit 2014, që sipas Elis Blu i hapte rrugën abuzimeve me miliarda lek, duke favorizuar një kompani pranë ministrit. Ilir Beqia i hapi kështu rrugën klientit tij për ta bërë fitues duke i hequr detyrimin për këto dokumenta: vërtetim për regjistrimin e medikamenteve të ofruara ose certifikat regjistrimi nga QKKB. Autorizim nga prodhuesi nëpërmjet cilit konfirmohet se operatori ka të drejtën për tregtimin e barnave. Ina Zhupa tha se pikërisht kjo kompani ka përfituar disa kontrata nga Ministria e Shëndetësisë. Kështu ai hapi rrugën mikut të tij, Delta Pharma, që si shihet nga ky dokument tjetër këtu, ka bërë kërdin me kontratat që i jep Ilir Beqia. Ky biznes bëri që në vendin tonë të futen barna të pasigurta dhe dëmtuese për jetën e qytetarëve, siç janë rastet e bëra publike të avastinës që rezultoi e falsifikuar. Partia Demokratike sipas zëdhënëses së Elis Blu do të dorëzojë nesër një kallëzim penal në prokurori për këtë çështje. Kryetari i Partisë Libra Bemblushi gjatë një takimi në Vlorë u kërkoi qytetarëve që ashtu si e sollën në pushtet ta largojnë nga detyra kryeministrin Edi Rama. Gjatë prezantimit të partisë në qytetin Bregdetar, Bemblushi dhe Mimoza Hafizi, duke kërkuar mbështetje për partinë që drejtojnë, deklaruan se ka ardhur koha e ndryshimit. Bemblushi ka kërkuar vlonjatëve që të zbatojnë detyrimin për të larguar deputetin dhe njëkohësisht kryeministrin Edi Rama. Vlora në fakt. Ka detyrimi këtë radhë para shqiptarëve t'i votoj kundër njeriu që e votoi si deputet para 3 vjetësh, edhe që qëlloi të ishte edhe kryeminist i Shqipërisë. Vlora ka detyrimin para Shqipërisë ta votoj kundër këtë njerëz për fatkeqësitë, edhe për padrejtësitë, edhe për mjerimin, edhe për mungesën e shpresës që krijoi në kaq pak vjet, në 3 vjet. Deklaratat Blushi ka bërë gjatë prezantimit të partisë së tij Libra, nga ku së bashku me deputeten Mimoza Hafizi ka kërkuar edhe mbështetjen e vlonjatëve. Vitin e ardhshëm për zgjedhjet, Libra do jetë një adresë e re edhe një mundësi e re për të hedhur përfundimisht në kosh partitë e vjetra, të cilat kanë një bilanc tragjik edhe dramatik në këto 25 vjet, i kanë shkaktuar vendit kaq shumë plag edhe nuk mund t'japim Shqipërisë më absolutisht asgjë përveç padrejtësisë, pabarazisë, edhe varfërisë edhe mjerimit. Sipas dy nismëtarëve të Libras, ka ardhur koha që të largohen nga kasta politike të gjithë ata që për 25 vite s'kan bërë gjë tjetër veç se kanë dëmtuar Shqipërinë. Drejtori i Policisë së Shtetit Aki Çako zhvilloi një vizitë pune në Italinë e Jugut, ku ka diskutuar forcimin e bashkëpunimit për të parandaluar dhe goditur trafikun e lëndëve narkotike nëpërmjet rrugëve detare. Çako është takuar me komandantin e përgjithshëm të Guardia di Financias për rajonin e Puljas, General Divizionin Vito Aguelo, drejtorin e shkollës së policisë së Kazertës, Kolonel Gennaro Delerne, kestorin e barit General Brigade Carmine Espisto dhe prefekten e barit Carmela Pagano. Hapësira detare mes nesh është në të vërtet një mundësi për lëvizje të lirë të qytetarëve tanë, por është një oqean për ata që provojnë të trafikojnë e të merren me veprimtari të palishme, u shpreh Çako në takim. Në këto takime u ra dakord se kërkohet një angazhim i përbashkët në të drejtën e hetimit të aseteve kriminale dhe në këtë drejtim, Guardia di Financia ka një përvojë shumë vjeçare dhe kapacitete operative nga më të mirat. Këto kapacitete do të vijnë në dispozicion edhe të policisë së shtetit për të kryer veprimtari të përbashkëta dhe në këtë drejtim.
Ndërkohë 3 persona janë arrestuar nga policia e Durrësit dhe 3 të tjerë po ndiqen penalisht në gjendje të lirë pas një operacioni të koduar ciklisti. Burime zyrtare thanë se operacioni u ndërmor pas një hetimi 3 mujor ndaj grupit që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike, si kokainë dhe kanabis. Ata kishin gjetur një metodë për të mos rënë në sy për shpërndarjen e lëndëve narkotike, duke përdorur kryesisht bicikleta ku edhe fshihnin drogën. Sipas policisë të arrestuarit, dozat e lëndëve narkotike, kokainën dhe kanabisin e fshihnin në një pjesë të bicikletës, e më saktësisht në pjesën e pasme dhe më pas se shpërndanin. Policia sekuestroi rreth 100 gram kokainë, 500 gram kanabis sativa, një thik dhe një kaçavit brenda së cilës vendoseshin lëndët narkotike. $20.000 banorë të Laprakës do të përfitojnë nga projekti i bashkisë për rikualifikimin e blloqeve urbane. Kryebashkiaku Erion Velia, gjatë mbikëqyrjes së punimeve, ka thënë se banorët tashmë do ta ndjejnë veten kryeqytetas dhe se ka ardhur koha t'i thonë Lamtumir Baltës. Njësia 11 ka përfituar nga projekti i radhës i Bashkisë së Tiranës për rikualifikimin e blloqeve urbane, teksa ka inspektuar punën në bllokun numër 1 në Laprak. Kryebashkiaku Velia i tha se ka ardhur koha që banorët t'i thonë Lamtumir Baltës. Besoj që dhurata më e mirë për vitin e ri për këta banor është që i themi Lamtumir Baltës edhe Lucës, edhe i themi mirë se erdhe civilizimit, gjelbërimit, asfaltit, këndet lodrave, ndritshimit, kanalizimeve. Sipas kryebashkiakut, të kesh një adresë në Tiranë nuk është e mjaftueshme nëse edhe vetë qytetarët nuk e ndjejnë veten kryeqytetas në të gjitha shërbimet që marrin. Të jesh kryeqytetas nuk mjafton vetëm ta kesh adresën në Tiranë, po dhe të trajtohesh si kryeqytetas. Do të thotë që të kesh të gjitha facilitetet, nga ato sociale, që erdhet kopshtet shkollat, që kemi bërë një punë lavdërueshme këtë vit, po sigurisht edhe infrastrukturën në secilën lagje. Dua të falenderoj banorët që kanë qenë bashkëpunues, do vazhdoj të kërkoj bashkëpunim. Deputeti i Partisë Socialiste Rakip Suli falenderoi kryebashkiakun Veliaj për investimet në këtë zonë. Si deputet e kësaj zone, ku ndihem krenar për këto investime që po bëhen, që po afrohen një shërbim i domosdoshëm dhe që u ka munguar prej 25 vitësh. Ndërhyrja për rikualifikimin urban të bllokut numër 1 në Laprak parashikon rikonstruksionin dhe sistemimin e të gjitha segmenteve rrugore dhe shesheve. Ditën e hënë, 538 zgjedhësit elektoral do të votojnë për presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Ndonë se doli triumfator në garën e 8 nëntorit, Donald Trump nuk e ka ende të hipotekuar fitore ndaj rivales së tij Hillary Clinton. Ndaj me shumë interes do të pritet edhe votimi i zgjedhësve elektoral për të parë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara për mandatin e ardhshëm. Ndonë se Trump arriti një fitore bindëse në zgjedhjet presidenciale të mbajtura më datë 8 nëntor, republikani duhet të kalojë ditën e hënë edhe fazën e fundit për të zyrtarizuar si presidenti që do të drejtojë Shtetet e Bashkuara përgjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar që është pikërisht mbledhja e kolegjit elektoral. 538 individët që njihen me termin zgjedhës do të kalojnë një proces votimi ku kanë liri absolute për të përcaktuar kandidatin që ata e gjykojnë si më të përshtatshëm për të drejtuar vendin. Por çfarë janë zgjedhësit e kolegjit elektoral? Ky grupim formohet pas zgjedhjeve në bazë të rezultateve që vijnë nga procesi. Në momentin që hedhin votën e tyre, qytetarët amerikanë teknikisht nuk votojnë për kandidatin, por për njërin prej kandidatëve lokal që është nominuar nga partitë që marrin pjesë në zgjedhje. Numri i zgjedhësve elektoral përcaktohet në bazë të numrit të popullsisë që ka një vend. Kështu për shembull shteti i Kalifornisë, që për llogaritë të ketë afro 38 milion banor, ka në total 55 distrikte, ku nga secila prej tyre del një zgjedhës në bazë të rezultatit. Ndërkohë Alaska, e cila ka numrin më të ulët të popullsisë në SBA, ka vetëm 3 zgjedhës, por është e hipotekuar fitoria e Donald Trump. Teknikisht jo, megjithëse shanset që të ketë një rezultat të ndryshëm nga ai datës 8 nëntor mbeten ekstremisht të pamundura. Për të shpallur fitues pas votimit të mbledhjen e kolegjit elektoral, një kandidat duhet të fitojë të paktën 270 vota. Në rast se të gjithë zgjedhësit e nominuar nga Partia Republikane do të tregohen besnik me Trump, atëherë miliarderi pritet të fitojë 306 vota elektorale, ndërkohë që Clinton pritet të ndalet në shifrën e 232 votave. Projekcioni bërë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve më datë 8 nëntor. Në proces zgjedhësit do të shprehin mendimin e tyre përmes votës edhe për zëvendës presidentin e ardhshëm. Në rast se asnjë nga kandidatët nuk do të arrijë të fitojë të paktën 270 vota, në bazë të kushtetutës, lideri i ardhshëm i Shtëpisë së Bardhë përcaktohet nga Kongresi Amerikan.
Ndërkohë disa autobus që po përdoreshin për të evakuar persona të smur dhe të plagosur nga fshatrat e rrethuara siriane, Alfova dhe Kefraja të provincës Alepos u sulmuan dhe u dogjën të dielën dhe akuzat po bien mbi rebelët. Autokolona po udhtonte drejt zonave të rrethuara nga luftëtarët rebel. Forcat qeveritare po i kërkojnë njerëzve të largohen nga fshatrat me shumicë shiite në mënyrë që evakuimi i Alepos lindore të vijojë. Forcat rebele kanë ndjekur autobusët që ishin dërguar në Alepo për të evakuar luftëtarët që kundërshtojnë qeverinë e presidentit Bashar al-Assad, duke bllokuar në këtë mënyrë procesin që kishte vijuar ndonse me ritme të ngadalta. Ky veprim ka vënë në pikë pyetje zbatimin e marrëveshjes së arritur më herët mes palëve, teksa në një situatë të vështirë vijojnë të mbeten qytetarët e pafajshëm, të cilët kanë qenë të bllokuar prej afro 6 vitesh në kushte ekstreme me rezerva të pakta ushqimesh, ujë dhe medikamentesh. Përballë kësaj situate, qeveria franceze ka hartuar një draft për Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara me qëllim që të mbikëqyret procesi. Megjithatë, në deklaratën e bërë për mediat, zyrtarët e Moskës janë shprehur se do të përdorin veton për të rrëzuar këtë projekt rezolut. Situata vijon të mbetet e paqartë, me rebelët që erë duket sikur kanë pranuar të dorëzohen, por më pas kryen veprime ku tregojnë se nuk kanë ndërmend të largohen paqësisht nga një prej qyteteve më të prekura nga konflikti 6 vjeçar. Djegja e autobusëve mund të mos pritet mirë nga ana e qeverisë siriane, ndërkohë që nuk përjashtohet as mundësia që të rinisin bombardimet në kushtet ku rebelët duket sikur po e refuzojnë planin për evakuimin e tyre nga Alepo. Në akordin e arritur më herët, palët gjetën gjuhën e përbashkët që mund të lejonte kalimin e luftëtarëve që kundërshtojnë qeverinë e presidentit Assad, së bashku me familjet e tyre. Nga prishja e akordit mund të preken sigurisht edhe mira qytetarë që kanë mbetur të plagosur si pasojë e bombardimeve dhe shkëmbimit të zjarrit. Këta të fundit kishin nisur të transportoheshin me autoambulanca në shtetin fqinj të Turqisë për të marrë trajtimin e nevojshëm shëndetësor. Ndërkohë me interes të madh do të pritet edhe mbledhja e radhës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të parë se çfarë vendimi mund të marrin fuqitë e mëdha për vazhdimsinë e situatës. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka dënuar gjakderdhjen në Alepo duke kërkuar një reagim të shpejtë të ndërkombëtarëve kundër regjimit të Assad, që për ministrin e jashtëm është edhe përgjegjësi kryesor. Sipas ministrit shqiptar të jashtëm, shpopullimi gjakësor i orkestruar nga regjimi i Assad është një njollë në ndërgjegjen e rënuar të ndërkombëtarëve. Rënja e Alepos dhe shpopullimi gjakësor i orkestruar nga regjimi Bashar al-Assad janë një njollë më shumë në ndërgjegjen e rënuar të ndërkombëtarëve, thekson ministri Bushati në statusin e tij. Ndjenja e kompleksit prej gabimeve të së shkuarës për fat të keq e ktheu bashkësinë ndërkombëtare në soditse të një tragjedie e cila duhej parandaluar me çdo kush. Sipas Bushatit, një prej qendrave të trashëgimisë së njerëzimit, sipas saj është Alepi dhe është shkatruar tërësisht dhe u kthye në një fushë varrez të luftrave dhe interesave eksplozive gjeopolitike. Në afrimin e festave të fundvitit, inspektorët e bashkisë kanë zbritur në terren për të monitoruar çmimet në tregje dhe për të shmangur abuzimet nga ana e tregtarëve. Sipas drejtores së Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve, luhatje çmimesh mund të ketë në 10 ditëshin e fundit të vitit. Pragu i festave kanë nxjerrë në terren inspektorët e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve në Bashkinë e Tiranës, të cilët bëjnë çdo ditë mbikëqyrjen e çmimeve për të shmangur abuzimin nga ana e tregtarëve. Drejtoria e Agjencisë Rudina Hoxha sqaron se inspektimi nis që në orët e para me pikat e shumicës që furnizojnë tregjet. Për sa i përket kontrollit, kontrolli nuk bëhet vetëm thjesht në tregjet të cilat janë të shpërndarë në të gjithë njësitë administrative, por fillon që në orët e para të mëngjesit në 4 pikat e grumbullimit të këtyre produkteve në qytetin e Tiranës. Sipas saj, monitorimi është i vazhdueshëm dhe çmimet janë normale, ndërsa pritet të ketë një ndryshim në 10 ditëshin e fundit të vitit, në të cilin AMK do të shtojë edhe kontrollet. Ky sektor ka rreth 15 specialistë të cilët kryen funksione gjatë gjithë vitit, por në këto periudha neve mundohemi që të kalojmë dhe inspektorë të sektorëve të tjerë, siç është ai kontrolli të hapësirës dhe ndotjeve, të cilët kryen i bashkangjiten grupeve duke qenë se jemi me orare të zgjatura. Afrimi i festave ka sjellë ndër vite edhe një tendencë të rritjes së çmimeve nga ana e tregtarëve. Kompania Gotek Electronics nis bashkëpunim ekskluziviteti me markën e njohur ndërkombëtare Candy dhe Hoover, duke shtuar gamën e produkteve të garantuara që tregton. Në rastin e fundvitit nuk mungojnë dhe ofertat në të gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek Electronics. Gotek Electronics sjell në Shqipëri markën e mirënjohur ndërkombëtare Candy dhe Hoover. Marrëveshja e ekskluzivitetit pasuron gamën e produkteve të garantuara nga Hotpoint, Ariston, Indesit, Elica, Hyundai, Samsung, Ariston, Bowman,
Blaumpunkt dhe televizorët Sharp. Sigur që Kandin gjithë e njohin, dhe gjithë e kanë punuar, por do të shikoni që tani ka një ristart të Kandit. Është një rast i veçantë pasi fillojmë bashkëpunimin e rëndësishëm mes Kandi dhe Gotek, i cili besoi se do të jetë i gjatë, i fortë dhe i suksesshëm. Është fundvit dhe në të gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek Electronics ka oferta. Sidomos për televizor 40 polsh smart me një çmim ofertë 46.990 lekë. Gjithashtu mund të komunikoni me dashurit tuaj me një telefon Doji i cili kushton 9.900 lekë, me një mixer Simbo që kushton vetëm 899 lekë. Është frigoriferi Hyundai No Frost, i cili vjen me një çmim fantastik prej 33.990 lekë. Dyqanet Gotek Electronics i gjeni në Tiranë, Durrës, Korçë, Pogradec, Lezhë dhe Peshkopi. Është përcjell me nderime për në banesën e fundit, aktori i njohur shqiptar Lazer Filipi, omazhet u mbajtën në hollin e teatrit kombëtar. Familjar, miq të afërm dhe kolegi kanë dhënë lam të mirën Lazer Filipit, i cili u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare. Gjatë karrierës së tij si artist, aktori shkodran ka interpretuar në mbi 80 role në teatr dhe në kinematografi. Filipi ishte pjesë e pleadës së aktorëve që kanë vënë themelet e teatrit profesionist, duke lënë si trashëgimi kulturore vlera dhe kontribute të çmuara për brezat që do të vinë. Kalojmë tani në disa zhvillime nga bota e sportit. Kuksi triumfoi në super sfidën e javës së 17 në kategorinë superiore duke mposhtur me rezultatin 2-0 Skënderbeun. Ai që vendosi këtë përballje për ekipin verior ishte kroati Pero Pejić. Kuksi triumfoi në sfidën kryesore të javës në kategorinë superiore. Ekipi drejtuar nga Ernest Gjoka arriti të dilte mbi kampionët e Skënderbeut, duke e fituar këtë duel të drejtë për drejtë me rezultatin 2-0, fal golave të sulmuesit Pero Pejić. Kroati i duroi përsim bluve ku nga një pozicion i prirët ndëshkoi jo të pafajshmin Orges Çej. 35 vjeçari rigjeti golin pas 6 javëve duke i hapur rrugën drejt suksesit të ekipit të tij. Në fundin e pjesës së parë, Pejić u ngjit sërish në skenë, kur fitoi 11 metrash pas një kontakti me Osmanin. Sulmuesi e mori vetë përsipër goditjen duke realizuar golin e dytë për Kuksin. Skuadra e Agostinelit, inekzistente në pjesën e parë, u zgjua në fraksionin e dytë, por Hamdi Sali në disa raste u ndal nga forma e mirë e portierit Koliçi. Sfida u mbyll me fitoren e Kuksit, që jo vetëm mbetet i pathyeshëm pas 17 javëve, por ndodhet i vetëm në krye të renditjes me 3 pikë më shumë se Korçarët. Partizani shpërdoroi shumë, megjithatë arriti të shkëputse 3 pikët përballjes me Korabin. Ai që vendosi këtë sfidë për të kuqt ishte izraeliti Azubel, i cili realizoi golin e vetëm të takimit në minutën e 39. Tirana rigjeti fitoren në kampionat duke mposhtur 2-0 Korabin. Afrim Taku ishte ai që i dha përsim bardhebluve në fundin e pjesës së parë me një goditje të përsosur me të majtën. Llogarit i mbyllën në segmentin e dytë kongolezi Merveil Ndoky. Flamurtari fitoi me shifrat minimale 1-0 kundër Laçit. Ai që i dhuroi 3 pikët kuqezimve ishte sulmuesi Ardit Shehe. U mbyll me rrjeta të paprekura përballje e Nikodovanës mes Teutës dhe Vllaznisë. Reali Madridit është shpallur kampion i botës. Skuadra e Zinedine Zidane poshti në finale japonezët e Kashimës me rezultatin 4-2. Mbretërorët nuk e patën të thjesht duke fituar vetëm në kohën shtesë të udhëhequr nga 4 herë fituesi i topit art Cristiano Ronaldo, autori 3 golave. Ky është titulli i 5 për ekipin madrilen. Reali Madridit ngjitet në fronin mbretëror. Merengët u shpallën kampion të botës duke thyer në finale dhe pse me shumë vështirësi 4-2 japonezët e Kashima Antlers. Cristiano Ronaldo konfirmua mbreti i këtij viti fantastik për Los Blancos, duke realizuar 3 gole. Finalja nisi në drejtimin e dur për ekipin e Zinedine Zidane, kur Benzema realizoi për madrilenët. Gjuajtja e Modrić u devijua nga portieri Sokahata, me francezin që përfitoi më një herë duke e kthyer në rrjet. U duk gjithçka e mbyllur, megjithatë japonezët reaguan në fundin e pjesës së parë, duke rivendosur ekuilibrat me Gaku Shibakasin. Me sfushorë 25 vjeçar në poshtë me të majtën portierin Keylor Navas. Në batutat fillestare të fraksionit të dytë, ekipi i trajnerit Ishi i shtangu të gjithë duke kaluar në avantazh me sërish protagonist Shibakasin. Lojtari i kombëtarës së Japonisë pasi lëvizi mirë duke shmangur Casemiron dhe Carvajalin, dërgoi një goditje të saktë drejtë në rrjet. Megjithatë, Reali u përgjigj më një herë kur Vasquez fitoi 11 metrash pas ndërhyrjes së Yamamotos. Nga pika e bardhë, Cristiano Ronaldo nuk mëshiroi askënd.
Minutat ishin të mjaftueshme për spanjollët për të gjetur golin e triumfit, por nuk arritën të realizonin diçka të tillë me sfidën që shkoi në shtesë. Aty ku Cristiano Ronaldo mori edhe një herë petkun e liderit dhe i shërbyer nga Benzema realizoi. Mjaft i zgjuar francezi, teti sakt portugezi. 4 herë fituesi topi të ardhë vërtetoi se viti 2016 është me të drejtë viti i tij, duke shënuar edhe golin që vulosi triumfin botror për Realin e Madridit. Titulli i pestë dhe kampion të gjithçkaje. Reali mbretëron.